إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta, më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjësi. Zoti i madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot, o ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj, dhe mos flisni vetëm se atë e cila është e drejtë, e qelluar dhe e vërtetë. Në qoftë se ju e bëni një gjë të tillë, Allahu do a përmirësoj juve veprat tuaja, do a fal juve mëkatet tuaja. Kush e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, do të përfundojë si triumfues madhështor. Besimtar të nderuar, sot me lejen e të Madhit Zot, shkurtimisht, por shpresoj përmbajtësisht do ta trajtoj një prej çështjeve shumë delikate, por të rëndësishme, sidomos për shkak të disa ndodhive të kohëve të fundit, në veçanti të kësaj vrasje që ndodhi para ca ditësh, se çështja e rendit dhe e drejtësisë, aq sa është e rëndësishme, është edhe e ndjeshme, dhe rendi dhe drejtësia është përgjegjësi shtetërore. Nuk është përgjegjësi individuale e as grupore. Dhe feja jonë islame, e cila është fe e drejtësisë, madje e drejtësisë absolute, në asnjë rrethan, në asnjë formë, nuk e lejon që rendin dhe drejtësinë ta udhëheq individi. Pra, çështjet e hakmarrjeve, çështjet e shfyrjeve emocionale, që shkaktojnë çrregullime shoqërore, nuk ja lejon individit e asnjë grupi të caktuar. Këto çështje i përkasin organeve të rendit. Pra, për këtë që po them, ka argumente të shumta kuranore, por edhe argumente të panumërta edhe pejgamberike, nga jetëshkrimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu në Kur'an i urdhëron në mënyrë të drejtë për drejtë besimtarët e tij që ata të jenë të drejtë, duke thënë ja ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah. O ju që keni besuar, jini të drejtë për hir të Allahut madhërisëm, shuhada'a lillah, pra dëshmitar të drejtësisë së Allahut në tokë. Walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin. Qoftë edhe nëse diçka ka të bëjë me disfavorin tuaj, pra diçka që është në disfavorin tuaj, nëse e drejta është me dikë tjetër, jo me ju duhet t'i përmbaheni drejtësisë. Apo nëse çështja ka të bëjë me prindrit tuaj, që janë njerëzit më të shenjtë dhe njerëzit më të shtrenjtë për ne, pas pejgamberëve të Allahut, ju nuk keni të drejtë që të jeni të padrejtë. Edhe nëse çështja ka të bëjë me familjarët tuaj, me njerëzit më të afërm që ju i keni, pra kur mos anoni nga padrejtësia. Kjo thirrje është imperativ kuranor, është e drejtë për drejtë, nuk lë asnjë hapësirë të vetme që dikush të mendojë se ka të drejtën e Zotit që ai të vë drejtësi, pra duke ja shkelur të drejtën tjetrit, duke ja shkel drejtën dikujt që mund të jetë edhe armik i yti, për arsye të shumta. Nga se neve Allahu na gjykon në bazë të argumenteve të drejtësisë, jo në bazë të emocioneve tona, as në bazë të planifikimeve tona familjare, as në bazë të arsyetimeve tona për hakmarrje, por në bazë të drejtësisë së Allahut madhërisëm, e cila buron nga fjala e tij, nga Kur'ani dhe nga sunneti, tradita, jetëshkrimi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Gjithashtu Allahu në Kur'an thot: Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl. Allahu ju urdhëron juve që të jeni të drejtë, që përgjegjësitë, përkatëse t'ua jepni njerëzve meritor, atyre që janë kompetent për këtë. Madje ky ajet ka zbritur për një rast shumë specifik që përcjell një mesazh të jashtëzakonshëm tek ne. Ka zbritur për një sahabi i cili aso kohë ishte politeist, ishte mushrik, idhujtar, Uthman bin Talha. Ky person ishte përgjegjës, historikisht familja e tij kanë qenë përgjegjës të Çelësit të Çabës. Dhe kur hynë muslimanët si çlirimtar në Mekë, nga krenaria e fitores, Aliu ja merr Çelësin e Çabës nga dora këtij personi që quhej Uthman bin Talha, i cili ende nuk e kishte pranuar Islamin. Allahu zbriti ajet Kur'anit, këtë ajet që sapo e citova, duke thënë Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhëron që përgjegjësitë meritore t'ua jepni njerëzve meritor, njerëzve përkatës, kompetent për atë punë, jo me hatër, as edhe me zor. E kur zbriti Allahu këtë ajet, atëherë ky njeri e pranoi Islamin më njëherë. Tha në kulminacionin e suksesit muslimanëve, në çlimin e Mekës, ku ata kanë mundësi mu me ngrënë për zgjalli, Zoti juaj po gjykon me drejtësi kaq maksimale, kaq të prerë dhe kaq të qartë. Edhe po më vlerëson mua për meritën që e kam, se historikisht na e kemi ruajtur Çelësin e Çabës dhe jemi kujdes për të. Atëherë padyshim se kjo është feja e vërtetë e Allahut. Shikoni pra, kjo realisht ka qenë një çortim për muslimanët, që mos me leju Allahu i Madhrishëm dikush me musliman me mendu që veç pse ju keni fuqinë në dorë, ju keni mundësi me bë padrejtësi. Absolutisht jo. Allahu e ka ndalu padrejtësinë. Allahu e ka bë haram zullumin, padrejtësinë. Fillimisht ja ka bë vetës haram, sepse nuk përkon me Zotin, me qenien hynore nuk përkon që me pas padrejtësi nga ana e tij. Pastaj na ka urdhëruar neve që mos me bë padrejtësi mes njëri tjetrit. Ashtë e përsa që kur vodhi një grua nga fisi Beni Makhzum në kohën e pejgamberit ton dashur, sallallahu alaihi wasallam, një prej fiseve më të afirmuar, një prej fiseve më të shuar dhe më të fuqishme të asaj kohe. Erdhën disa persona dhe sikur dëshironin që me intervenu tek pejgamberi jon i dashur që mos m'ia prej dorën, sepse e dini ligji i Allahut për hajnin është m'ia prej dorën. Vetëm kësaj çrënjoset krejtësisht korrupsioni në shoqëri. Erdhën edhe në një farforme dëshironin që me ndërmjetësu te pejgamberi Allah, sepse ajo ishte një grua e fuqishme, që vinte nga një familje e fuqishme. Çfarë tha pejgamberi jon i dashur? Shëmbëltyra më e mirë e drejtësisë në tokë. Tha: "Walladhi nafsi biyadi, law anna Fatimata bint Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha." Pasha atë në dorën e cilit është shpirti tim, edhe sikur bija ime Fatimia kishte vjedhur, do t'ja preja dorën e saj. Pra kjo çështje s'ka të bëjë me afërsi familjare apo shoqërore, ka të bëjë me shkeljen e të drejtave që Allahu i ka përcaktuar. Andaj, kushdo që e meriton dëshkimin, do ta marrë dëshkimin meritor. E kushdo që e meriton trajtimin e mirëfillt për me marrë hak për të, ajo bëhet përmes organeve kompetente. Pra janë organet e rendit. Është në rastin tonë, është policia, është ushtria, janë gjykatat. Pa dashur të futem në ato çështje tjera që dikush edhe merr guximin edhe jep fetva dhe verdikte se a lejohet apo nuk lejohet na me pranu gjykatat tona edhe shtetin ton. Këto janë çështje tjera që fukahaja i kanë trajtuar shumë mirë, apo kupton? Po tash unë nuk duam me i trajtu sepse nuk është koha dhe momenti. Pastaj pejgamberi Allahut në një hadith gjithashtu madhështor që shënon Imam Muslimi thot: "Po t'ishte çështja me pretendime, nëse bazohemi në pretendimet e njerëzve, atëherë thot shumë gjakra do të derdheshin dhe shumë pasuri do të konfiskoheshin, pra padrejtësisht, për çështja trajtohet me provë, me argument, me dëshmi dhe me betim. Pra ajo që realisht i gjykon çështjet mes nesh janë provat, nuk janë pretendimet tona, nuk janë akuzat tona emocionale që ne mund t'ja bëjmë dikujt. Duhet çdo herë të pritet dhe të analizohet çështja, të grumbullohen provat, të analizohen provat, dhe për këtë janë njerëzit kompetent, janë gjykatat, janë prokurorët, janë hetuesit. Me çfarë të drejtë dalim na dhe i gjykojmë njerëzit, qoftë për fajësi apo për pafajësi. Në anën tjetër, me çfarë të drejtë ne i gjykojmë edhe ata që janë vrarë, se kinë se kanë bërë diçka të madhe, edhe ai ka merituar me vrarë. Hasha lillah, Allahu na ruaj. Çfarë guximi të teprum kanë disa njerëz. Duhet me pas shumë kujdes në këto çështje. Këto janë akuza, qofshin të drejtë për drejta apo jo të drejtë për drejta.
Pse me marë përsipër një gjë që na nuk e kemi përsipër? Pse me ngarku vetën para madhrisë Allahut kur kjo përgjegjësi u përket krejtësisht tjerëve? Andaj duhet me pas shumë kujdes. Ne fatkeqësisht jemi pak popull euforik. Me njëherë me eufori i marrim gjanat, ngutemi në gjykimin e njerëzve. Do të me pas shumë kujdes. Duhet me luftu çdo lloj krimi, pa marrë parasysh se a vjen nga Hansi, a vjen nga Hasani. Krimi është krim, krimi nuk nje emër, krimi nuk nje fe. Krimi është krim dhe si krim trajtohet. Por kur mos ngutemi dhe mos gjykojmë, për asnjërin palë. E në qoftë se vërtetohen gjanat, atëherë janë organet e rendit që do të japin ndëshkimin meritor dhe ne jemi për çdo ndëshkim meritor ndaj atyre që bëjnë krime të rënda, por edhe të lehta për aq sa ata e meritojnë. Lutim Allahun e Madhërisëm që vendit ton të jap siguri, qetësi, begati e mirësi. Lutim Allahun e Madhërisëm që popullin ton ta vetëdijsoj deri në atë nivel sa që të bëhet shembulli më i mirë jo vetëm në rajon, por edhe në botën përgjithësi. Lutim Zotin e plotfuqishëm që kriminalët t'i udhëzoj, kriminalët t'i kthejnë në rrugën e Zotit. Vetëm udhëzimi i largon krejtësisht njerëzit nga krimet. Edhe lutim Zotin e plotfuqishëm që njerëzit e vrarë padrejtësisht, viktimat që kanë përjetuar pasoja të rënda, edhe individuale dhe familjare, nga vrasjet, nga çrregullimet e shumta që kanë shkaktuar familje, qofshin hajni e kështu me radhë, që Allahu atyre t'u shpërblej edhe për durimin, edhe t'u jap shpërblimin më të madh për shembullin që ata e kanë treguar. Dhe për fund, kur nuk lejohet që individi me marr ligjin në dorë, kur pa marrë parasysh çfarë do halli që të kemi, çfarë do sprove që të na ndodh jetë, çfarë do padrejtësie që dikush mund të më na bë, duhet më u drejtu në adresat kompetente, në organet kompetente siç janë policia, gjykata, prokuroria. Aty paraqiten çështjet, aty ngrihen landat edhe bëhen paditë. Pastaj çështjet trajtohen edhe me lejen e Allahut zgjidhet problemi. Fatmirësisht ne jemi një popull që po zhvillohemi përkundër dobësive që i kemi edhe ekonomike. Por elhamdulillah jemi duke bërë shembull në rajon. Nuk jemi të këqij, besoni që nuk jemi keq. Vetëm krahasone si kemi qenë më herët. Tjetër është ajo që ndoshta nuk është punuar sa duhet për atyre që e kanë përgjegjësi një gjë të tillë. Por fatmirësisht, përgjithsisht nuk jemi keq, duhet me qenë falënderues ndaj Allahut. Nuk jemi çish duhet me qenë, por as nuk jemi çish kemi qenë. Kështu që falënderimet më kulmore i takojnë Zotit të Madhërisëm. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Për fund, dua ta lexoj komunikatën e Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës, duke qenë se çështja është edhe e ndjeshme dhe përgjegjësia është shumë e madhe, unë do ta lexoj atë ashtu siç më ka ardhur dhe kërkoj nga ju që ta dëgjoni me vëmendje. Të dashur vëllezër besimtar, vrasja e eprorit të policisë së Kosovës, një herësh ish pjesëtari të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Zotëri Muhammed Lika, ishte një akt tronditës dhe thellësisht i dënueshëm, i cili ka goditur jo vetëm rendin dhe sigurinë publike, por edhe vetë shtyllën morale të shoqërisë dhe vendit tonë. Ajo çfarë bën edhe më të rrezikshëm këtë krim është përpjekja për ta justifikuar atë përmes narracionit fetar. Metodë kjo e njohur dhe e përdorur në mënyrë të përsëritur nga grupe të ndryshme kriminale kudo në botë. Disa e shfrytëzojnë dhe e keqpërdorin flamurin kombëtar, të tjerat maskohen pas parimeve fetare, humanitare apo idealeve të larta, duke e keqpërdorur ndjenjen kolektive për t'i legjitimuar mizoritë dhe veprimet e tyre të papranueshme dhe të dënueshme kriminale. Të dashur besimtar, krimi nuk nje ideal, krimi nuk ka fe, komb dhe as parim. Njerëzit e tillë kriminal përdorin maska të shumta, andaj është detyrë gjithë neve në radhë të parë e institucioneve tona, shoqërisë civile dhe e gjithë qytetarëve që t'i demaskojmë këta njerëz dhe të mos lejojmë që plagët e shoqërisë të shfrytëzohen nga ata që synojnë destabilizimin dhe dëmtimin tonë dhe të vendit tonë. Zëri i ligjit dhe i drejtësisë duhet të jetë më i fortë se çdo përpjekje për ta sabotuar atë. Të gjithë duhet t'i mbështesim institucionet tona në zbardhjen e rastit dhe vendosjen e drejtësisë në vend. Prandaj, konsiderojmë se prononcimi i hershëm për rastin, si dhe përpjekjet për ta lidhur krimin makabër, përkinjse motive fetare, më së shumti i shkon për shtati atyre që e kanë kryer atë. Në fakt, synimi parësor i tyre mbetet mbulimi i krimit me narrativa të rrejshme, në këtë rast në emër të fesë së pastër islame.
Mënyra më e mirë për t'i mbështetur institucionet është të përcillen deklarimet zyrtare. Secili raportim tjetër dhe tendencat për ta hetuar rastin në forma të ndryshme nga institucionet dhe mekanizma që nuk e kanë mandat këtë, mund të cenojnë seriozisht hetimet, arrestimin e të dyshuarve të tjerë, epilogun e rastit dhe interesat e Kosovës. Andaj të nderuar besimtar, Bashkësia Islame e Kosovës, me të gjitha institucionet e saj, edhe njëherë dënon ashpër këtë vrasje, duke i shprehur ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmve, kolegëve të policit Muhammet Lika, njëherësh kërkon dhe u bën apel institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë që sa më parë të zbardhen rrethanat e vrasjes, si dhe kryesit e këtij krimi të marrin dënimin e merituar. Lutemi që krimet e tilla të vrasjeve të mos përsëriten më asnjëherë në vendin tonë. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.